Kjo kullë 240 vjeçare quhet Kulla e Bayraktarit, gjendet në veri të Shqipërisë, në fshatin Hoth, në kufi me malin e Zi, dhe është një monument kulture. Brenda saj janë disa oda ose dhoma që mbajnë një pasuri të jashtëzakonshme, një prej të cilave oda e Homerit shqiptar, atë Gjergjfishtës. Ngjitur me të dhe 2 gjubleta endur nga duart e zanave të Malësisë së Madhe, si pjesë e trashëgimisë kulturore që shprej kohëve ilire, por edhe si pjesë e pasurisë europiane për 3 vjetësh marrë në mbrojtje nga UNESCO. Por le t'i marrim gjërat me radhë. Kjo është qyteza e Koprikut ose kryeqendra e Malësisë së Madhe. Ajo është qyteza më veriore e Shqipërisë dhe mendohet të jetë themeluar si qendër banimi pranë brigjeve të liçenit të Shkodrës 1000 vjet më parë. Bujqësia dhe blerturia janë baza ekonomisë së qytetës dhe fshatarëve rreth tij. Prodhimet bujqësore janë dritrat, patatja, dohani dhe vitet e fundit sherebela. Ju përshëndes miq. Jam në Bajz qendër, që gjithashtu njihet si qendra e njësisë administrative të Kastratit. Shikoni mbas meje, është një monument historik, kushtuar patriotëve të kësaj zone, zonës së Kastratit, por edhe të Malësisë së Madhe gjithashtu. Dhe për këtë monument të mrekullueshëm kanë investuar djemtë e Kastratit dhe të Malësisë së Madhe që janë emigrim. Por sot duhet të ndërtoj një histori që ka lidhje edhe me jetën e banorëve, të malësorëve këtu, dhe gjithashtu të takoj pikat të historisë, të kulturës së jetesës, të trashëgimisë kulturore, të artizanatit pse jo. Më ndiqni miq se do të jetë një reportazh interesant. Ju falenderoj. Fshati Gashaj bëhet pjesë e agjendës së udhëtimit, një fshat me pak shtëpi buzëqenit të Shkodrës, me peizazhe mahnitëse të syrit të Qeganit, 72 metra i thellë dhe një prej atraksioneve më të mëdha turistike në zonë. E lam ka pas qendrën e fshatit Bajz, një fshat shumë i bukur realisht, me qendrën e tij shumë simpatike, dhe kemi ardhur në një nga pikat turistike më atraktive, më të bukura sërish këtu në Malësinë e Madhe. Është syri i Qeganit. Kështu e kanë quajtur vendasit, të perë të natyrës këtu në Malësinë e Madhe. Ndryquan peizazh, sepse erdhëm nga Buzliqeni ose nga syri, nga ujërat, këtu në një kompleks vilash druri të mrekullueshëm gjithashtu. Për këtë kërkoj ndihmën e administratorit të Kastratit. Është zoti Sandil Jancuri. Hej, përshëndetje, mirë dita. Përshëndetje. Si je dashur? A jeni mirë? Krasi, mirë se keni ardhur. Sa vend i bukur. Ku jetoni kështu i dashur? Në Kastratin Malësinë. Ishte një diçka shumë e veçantë. Spontanisht jam këtu dhe ju takoj juve. Në një kompleks vilash druri. Atëherë, këtu jena te syri i Qeganit. Po. Vilat e drurit janë investim realisht i komunës Kastrat, që atëherë është në komunë Kastrat. Por bashkia i ka mirëmojt, i ka bashkëpunim gjithmonë me disa shoqata të huaja, i ka mirëmojt edhe i ka bën në bashkëpunim me shoqata të huaja. Në bashkëpunim me shoqata të huaja. Bravo. Por bashkia është ka një influencer i madh, gjithmonë ka kërkuar për
këto shtëpia për edhe i shihni vetë që janë kanë bën një fush basketbollit atje, kanë bën një podium që Edhe një kënd sportiv. Po, rinia shpesh zhvillojnë aktivitete të ndryshme, sidomos shkollat. Hej, sa mirë sant. Pra të vish këtu, të pushosh për disa ditë në këtë peizazh magjik po e quaj kështu, ku dora njeriu ka bërë mrekullinë. Me sa duket, ata që kanë drejtuar komunën tuaj dikur, që sot është njësi administrative, kanë ditur që kanë bërë me mendjen e tyre të artë, me duart e tyre të arta. Sepse ju tha që janë disa vila këtu, 1, 2, 3, 4 po numëroj këtu. Këtu ta ka ëndër të qëndrosh për disa orë, po, jo më pas të qëndrosh 1, 2 apo një javë. Këtu është një mrekulli. Këtu i herë dora e Zotit ka bën një mrekulli. Po. Atëherë normalisht edhe bashkia me tana forcat e saj ka bën një investim të mirë, kisha thënë, të jashtëzakonshëm që i shërben shumë rinis edhe komunitetit në këtë zonë. Edhe diçka të lutem, sepse në sfondin ton shoh majat e harpave. Po. Malësia e Madhe është pjesë e hartës të Vermoshit, pse jo? Vermosh Aty ku kemi deri në qaftëthore, po kemi sërish kemi Alpet. Po. Mrekullin ton apo jo? Janë boga, razma. Po. Domethënë janë një mrekulli e Janë fshatrat dhe pika turistike? Po, normalisht Malësisë Madhe janë. Okej, të menaxhuara nga juve. Nga Bashkia e Madhe e Malësisë Madhe, por dhe juve, ndoshta me zonat tuaja, me fshatrat tuaj turistik. Normalisht. Ku si thonë juve tani në Stinën e Verës, po ndoshta në gjitha stinët do të synonit keni sa më shumë turistë. As bëhet fjalë. Mund të jetë kjo tema e reportazhit tonë. Bashkia ka një plan të veçantë për thithjen sa më shumë të turistëve. Të turistëve. Normalisht se investimet nuk është se mungojnë në bashkinë tonë, por gjithmonë mungon. Gjithmonë ka diçka që mungon që turistat na vinë tek ne, sepse realisht ka një bum turistësh. Po, është vërtet. Atëherë, këto vila kur i hapim dyrë për turistët? A mund ta mësojmë? Në Stinë, në çmuaj hapen dyert e vilave. Gjithmonë hapen. Janë gjithmonë hapur. Gjithmonë janë në pritje me i shërbyer komunitetit, nxënësve shkollës, rinis. A mund të kemi informacion, ju lutem, në njësinë administrative ose në zonën e Kastratit vitin e kaluar e kishin të zhvilluar turizmin? Apo jo? Vitin e kaluar? Po. Ishte goxha i zhvilluar, normalisht që gjithmonë thash edhe para diçka mungon, por jena mirë. Edhe shpresojmë mu bë edhe më mirë normalisht, menimin e kryetarit edhe të bashkisë. Por siç e shihni vetë, tu është një mrekulli, tu është një perlë e veçantë. Vreshtari që kena shumë zhvilluar. Zona e Kastratit në Malësinë e Madhe ka 13 fshatra me rreth 6.000 banor. Ndana kësaj are, Buka e Gojës është bima e Qerebelës, e kërkuar dikur për eksport deri larg në Amerikë. Sot, për shkak të konkurrencës së fermerëve të malit të zi, çmimi ka rënë ndjeshëm dhe Qerebela ka mbetur fushave. Sant, jemi në Stinën e Pranverës, një ditë me diell sot, një ditë e mrekullueshme. Dhe këtu është një are e madhe, shoh disa fshatarë që punojnë, disa bujq që punojnë. Po, e vërtet. Mbledhin diçka me thas të bardhë. Këta janë bujq që kultivojnë, merren me kultivimin e bime medicinale, kryesisht sherbel. Sherebel. E shoh të korrur të sherebelën. Po, e korrur është që realisht banorët ka një shqetësim të madh për sa i përket çmimit, se çmimi realisht është që është shtyp ta thuash, me çmimin që ka qenë. Dhe nuk ka një impakt për sa i përket rritjes, nuk ka edhin Mbyllet Qerebel, thonë ju? Shqetësuar, po. Mbyllet Qerebel, një po me sa duket, nuk është siguruar një motor i fortë. Ka qenë një motor i fortë për ekonominë e familjeve. Një motor i fortë për ekonominë në Malësitë Madhe, sidomos në Kastrat, është një motor i fortë ekonomijet. Po. Edhe punësimit, ka nxit punësimin që mos largohen, realisht, normalisht, por çmimi është shumë, sot që flasim, është shumë i ulë, për shkak të shumë arsyeve. Nuk është se mundesh me dhënë një arsye. Zakonisht ku e tregtojnë Qerebelën malësorët tuaj? Kena
disa kompani të ndryshme në zonën e Malësisë Madhe. Kena disa kompani të ndryshme që merren me mbledhjen e shërebelës. Dhe tregtimi normalisht jashtë, në Amerikën, në zonat... Eksportohet jashtë. Eksportohet, të gjithë eksportohet jashtë. Por, do të theksuar që shërbela e vendit tonë është në shërbelat me cilësinë më të mirë më në treg, sepse është klima, janë pesticidet që e bëjnë, që nuk ka pesticide, e bëjnë me vlera jashtëzakonshme, edhe volumi, toka, tokë pjellore, tokë e mirë, ka një volum realisht të mirë, të kënaqshëm, por shpresojmë shumë që... Nuk duhet në detaje, një dashë, por... Shpresojmë shumë që çmimi stabilizohet. Po, si informacion. Sa tokë mbille me shërebel këtu tek ju? Themi 70%, 80% e tokave të punuara të gjitha janë shërebel. Shërebel dhe është edhe një bimë tjetër Makth quhet. Makth? Po, Makth. Interesant. Po, edhe ajo është një fabrikë në Kosan që eksporton jashtë, e mbledh dhe ajo realisht ka qenë mirë, se funksionon me kontrata, funksionon me Dërsa shërebela për fat keq të thonë. Shërebela nuk ka një kontratë, nuk ka një kontratë që fermieri ta shesin te importuesi, te eksportuesi që çon jashtë ta shesin me. Ekzistojnë pika grumbullimi? Po, ka disa në Malësitë Madhe. Fatmirësisht ka disa pika grumbullimit, por pikë grumbullimit edhe për shërebelën. Po, normal. Kryesisht për shërebelën, vetëm një kena të Makthit, kurse për shërebelën kena disa pika grumbullimit. Po thonë një lutem, sa ka qenë çmimi 1 kilogrami shërebel vjet, dhe sa ka rënë si vjet? Çmimi vjet, ka 2 vjet që Malësia e Madhe është në krij shërbelet, në krij çmimit shërbelës. Realisht çmimi i shërbelës ka qenë 1.5 euro ose 1.500 lekë të vjetra. Dhe sot realisht, kilogrami sot realisht është 700-800 lekë të vjetra. Dhe me thonë është 50% humbje. Hynë pas disa orësh në fshatin Hot, një tjetër perlë e Malësisë së Madhe. Në syrin e kamerës, turizmi historik, me fokus një kullë të lash malësore deri 450 vjeçare, kulla e Luc Gjonit dhe e Çon Mulës, ose kulla e Bayraktarit. Sot e restauruar dhe monument kulture. Atëherë këtu jemi në Hot. Në Hot, po, të Malësisë Madhe, bravo. Në Hot të Malësisë Madhe, edhe jemi pikërisht te kulla e Bayraktarit në Hot Malësisë Madhe. E kam dëgjuar shumë, kulla e Bayraktarit. Një histori e rrallë, një histori e veçantë. Është kjo kulla? Siç mund ta shihni ju. Po. Kjo kulla e Gurit ka një histori që daton 240 vite e ndërtuar nga 240 vjet. 240 vite e ndërtuar nga Çon Mula. Nga Çon Mula. Çon Mula. Kurse pjesa e sovatuar, siç e shihni ju, është rreth 110 vite e ndërtuar nga Muldelia. Okej, Çon Mula dhe Muldelia. Mula dhe Muldelia. Po të dalim mbrapa në shohim, është një ndërtesë kanë e para e Bayraktarëve që është ndërtuar me rreth 500 vjet përpara, e shohim. Po, kënaqësi të shohim vërtet. Bayraktari i parë të Hotit, Zotit Luc Gjoni, Bayraktari i parë i Hotit. Po sa e bukur është, çfarë nuri ka. Është një mrekulli, do e shohim nga edhe anën tjetër, sepse i kanë ruajtur të gjitha tiparet të një kulle malësorësh. Mbrana do shohim edhe listën e donatorëve, se ky është një investim i të huajve që kanë ikë nga Hoti. Por mbi gjitha është kjo, pra kjo tabelë që na njeh. Kulla e Bayraktarit të Hotit. Kulla e Bayraktarit të Hotit, Muzeu Malësia e Madhe. Është pikërisht kjo pllak Guri që na njeh me këtë objekt që mund të quajë pa frikë. Mrekulli. I trashëgimisë kulturore me siguri. Po normalisht i trashëgimisë kulturore ka vepra të jashtëzakonshme më të ruajtura me shumë delikatesë. Nuk di nëse është bërë një kërkesë tek Ministria e Kulturës për të dhënë edhe statusin monument kulture. Kësaj kulle, të trashëguar për 250 vjetës aty. Po, 240 vite. 240 vjet, po. Atëherë, shkojmë shoh fillimisht anën tjetër? Faleminderit. Dhe pastaj mund kalojmë në muze. Faleminderit. Atëherë po shohim drejt
çfarë kulle, çfarë restaurimi i mrekullueshëm. Janë rrit krejt standardet e Gjithë përmasat e dritareve dhe të E kullës së vjetër. Bravo. Bravo. Kurves Por të drujt, normalisht Edhe me ornamente, medalike. Janë rrit Po. detajet, janë rrit detajet. muri gurt, Po, guri i lemuar që është kanë Po. shtëllak në cujt në kohën e po, lasht. një mrekulli. Edhe dritarja, Telat e dritarëve që Dritare me kangjella. Po, bravo me kangjella. bravo, dhe muri që zgjatet deri në katën e tretë. Po. Muri gurt. I rujtën identitetit 100% i kullës vjetër. Dhe si që shohim, Një punë shumë e mirë kryevepër këtu realisht. kena Është një Kjo është karsole e vjetër po e quaj. Ta shumë thojza e parë e Lut Zonit, bayraktari i parë i Hotit që është në Ka jetuar këtu. Bravo. Kjo ka një daton rreth 500 vite më parë. Kjo Është ndërtuar. 500 vjet më parë. 470 vite më parë. Daton kjo e ndërtuar, është kanë bayraktari i parë që ka jetuar këtu. Bayraktari i parë këtu në Hot. Bravo. 450-500 vjet këtu ka jetuar. Si evolojnë koha, Wow, si interesant. Po. evolojnë brezat. Shumë interesant, vërtet. Por Shumë interesant. është një mrekulli e rujtën Ndoshta me një fond tjetër mund të restaurohet edhe Një kjo vlerë. kullë e vjetër 450 vjeçare. një vlerë e shtuar I dashur sant, për pse jo? Hotin, për kastratën, Sepse në për fundit Hotin. kjo është pasuria jonë. Kjo është rrezikimia jonë që na bën krenar Duhet dhe që duhet të përcjellim edhe brezave të rinj realisht. duhet falenderua dhe Arjan Bayraktari, ai që është kanë ideatori dhe organizatori i Zeshkajs. Normalisht panimin e emigrantave jashtë që do t'i falenderojmë gjithë një për një. Kanë edhe listën mbrana me të gjithë emrat, shumën e Zeshkajs. Si donator për restaurimin e kësaj kulle. Janë $420,000. $420,000 vetëm nga emigrantat jashtë. dhuruar nga emigrantët që jetojnë donator, bravo, jashtë Shqipërisë. Bravo, bravo. Ndërsa për Bayraktari është restaurimin e kullës ka punuar, Arjan Bayraktari, po, kurse ideatori dhe arkitekti janë shken Zefçoni. po, Zefçoni. Bukur. Kurse Arjan Bayraktari është një... Atëherë ne mund të lëvizim Po. brenda mjediseve të muzeut. Po, shofim. Faleminderit shumë, Hajde. Santo. Po shkojmë lart në muze. Po, të Sant. muzeu i Kullës. Po. Dhe janë me pret. Mirë se gjithme. Mirë se erdhët. Mirë dita, përshëndetje. Si jeni? Mirë se Me shëndet? erdhët. Mirë. Si Kjo është kulla e Bayraktarit. Mirë se erdhën kullën e bayraktarëve. Mirë se E hapur besoj Po është natë hapur ditë për vizitor. për vizitor dhe ato që duhet kujtoj edhe nga kanuni jonë. Shtëpia e shqiptarit, e mikut dhe e Zotit. Apo jo? buke kry me zemër të bardhë. Bukë e kry dhe zemër të bardhë, bravo. Në hëtë malësis molle ke bes, Po. pritje, Bravo, sant. të tana... Okej, kënaqësi që jemi pjesë e muzeut tuaj. Faleminderit. Okej, me këmën e djathtë thyra Adrian. Okej. Kjo është një dhomë e kullës tuaj. Kjo është doma e parë, kjo Wow. është doma e pritjes. Wow. Kjo është doma... i dikur Oda. Oda, bravo, Oda e wow. pritjes, po. Kjo është Shumë doma ku i interesant. kanë prit miqt, por dhe kanë qëndru pjesëtarët e familjes shumicën e kohës. Po, Më thonë, në familje e gjaku malësisë është madhe, origjinal. kjo është dhoma Po, po. e pritjes. Kjo është Bravo, një dhomë e o gjak? Po, dhe o gjaku. Ej, është menduar shumë mirë realisht. Nuk ka familje shqiptare, o gjaku. Po, ka qenë- është menduar shumë mirë realisht, e shoh. Qëllimi ka qenë që çdo llom të kthehet në origjinalitet, siç ka qenë. Bravo. Para se të bëhej pronë e komunizmit, qëllimi ka qenë që mu kthye siç ka qenë në identitet. Në identitet, shumë bukur. Si thot edhe Santi, malësia e madhe ka shumë tradita. Ka shumë tradita që e çojnë, po them, çdo shqiptar në identitetin e tyre. Bravo. Dhe kjo dhomë qëndron si një simbol. Kjo është një pasqyrim i Pasqyrim, simbol i kulturës së jetesës, bravo. I etnografisë shqiptare. Etnografisë, po, o gjaku, një kusi e madhe po e quaj Po, kështu. edhe lahuta gjithmonë ka Po, ju qenë lutem, te merreni kryet pak, merreni ju lutem. Mund ta tregoni? Po. Lahuta gjithmonë ka qenë te kryet e Votrës, Po, bravo. sepse këtu kanë edhe më shumë që ka ra lahutë dhe ka kënu. Edhe një lutem, kush e mbante lahutën atë kohë? Më i moshuari. Më i moshumi, Më i po. moshuri familje. Malsori, më i vjetër. Po, më i vjetri. Okej. Sepse e tham edhe me Santin më parë, kur unë qëndrova ose erdha këtu në Malësinë Madhe, që Malësinë e Madhe e njohim gjithë shqiptarët, Po, si atë dheun edhe të eposit Kreshnikëve,
Po. E njohin gjithashtu edhe për këngët e Mujit dhe të Halilit gjithashtu. Apo ja? Po vërtet. Është pjesë e historisë dhe identitetit të Malësisë Madhe? E mëritoj me emrin e molla apo jo? Po, sigurisht që po. Vërtet. Vërtet, shumë bukur. Malësia e Malla ka dhënë një kontribut shumë të madh. Jo vetëm për Malësinë vetë, Po. por edhe për gjithë Shqipërinë. Edhe për Shqipërinë, po. Veshët pra të familjes Baraktari, Po, këtu do shohim. ndërto kam përshtypjen që quhet edhe xhubleta e famshme. Po. Si atë dheu i xhubletës Po. Këtu do që nga shohim kohët e lire. Po. Afrohemi dhe shohim. Po? Kjo xhubleta këtu është shumë e vjetër. Kjo shkon rreth 200 vjet. 200 vjet. 200 vjet kjo xhubleta. Kjo do të Po. thonë është xhubleta e shiguar e familjes. Kjo është xhubleta e nusës, Po. se dallohet prej ngjyrave që ka. Bravo. Por mbrapa është me fjalë baza identiteti i saj real. Kjo është e trashëguar me 110 vite, nuk e di sa vite ka. Një shekullore, pra. Po, Xhublet bravo. një shekullore. Një shekullore. Dhe pa shiko në brezin e mesit, edhe flamurinë kombëtar. Normalisht që do të mundu. E, Dhe kjo është një vepër që po na ndrit e po na një në gjithë Evropën. është e vërtet. Gjithë botën, Pra vërtet. UNESCO e njeh si pasuri Bravo. të gjithë Evropës. Tash 3 vite kjo njëhet si Sepse kjo vjen që nga kohët e lire i dashur. në kohët e lire kjo është përdor Si veshje e zonjave, si e grave, veshje, e zonjave, e malsoreve tona, malsoreve të mira. dhe trashëguar deri në ditën e sotme realisht. Unë nuk e di në këtë rast të pyes edhe Sant. A mund të jenë ende ato zonja që i qepin ose që i endin gjatë Ka këto- disa, Po? ka disa zoja që merren akoma Me xhubletën. Me xhubletën, po. Por këto janë xhubleta të baza, domethënë të vjetra, xhubletat. Me siguri kjo është e dhuruar apo jo? Bravo, normalisht është Për dhuruar nga një ekspozitën. zonjë koja e kuqit, nga një zonjë nga koja e kuqit Interesant. dhe është e ruajtur në mënyrën perfekte. Okej, ja dhe një zotëri, Po, normalisht. edhe ky me veshën malsore, Me veshje tradicionale tradicionale të malsorit. të malsorit. Që ka pas malsorit. Edhe kjo e trashëguar për qindra vjetësh si veshje flas. Xhamadani, brazi, edhe pantallonat model të asaj kohë. Nuk largohemi dot miq, pa qëndruar disa minuta tek Oda e Fratit. Kështu e kanë quajtur krijuesit e këtij muzeu, shpjegon tani Adriana. Po, Oda e Fratit përse? Kjo quhet Oda e Fratit, sepse Po. në këtë dëm ka qëndruar atë Gjergj Fishta. I madhe Gjergj Fishta, Po, atë Gjergj Fishta. Homeri shqiptar. Po. Bravo. Ka punuar këtu ndoshta Ka në këtë punuar tryezë. Një periudhë kohe kur hoti ka pambet pa prekt, Delimeta, i pari, baraktarëve, ka dërgu kërkesë që të vinë një prift. Dhe prifti që ka dërgu ka qenë Gjergj Fishta. Wow. Por kisha e hotit në atë kohë ka qenë në brigje. Po. Atë ku fillojnë leqet e hotit. Dhe por ai banesa e priftit ka qenë e prishëm. Edhe ka qenë e pabanueshme, ndërsa familja e baraktarit i ka hapur një derë. I ka hapur edhe derën, ka vërtet. qëndru këto. Bravo. Për gjatë kohës. që Oda ka e qenë Fratit, derë, ha? Po, quhet Oda e Fratit. Sa interesante. Kjo tavolina këtu, edhe Po. janë origjinale që i ka pasur. Jo, Gjergj duhet të flas këtu Adrian për për lahutën e Malësisë. lahutën e Malësisë, të Homerit shqiptar, pra, të atë Gjergj Fishtës. Domethënë pikërisht në këtë Është një vepër origjinale kjo, po? Po, votimi i dytë. Po? Në këtë dhomë, Gjergj Fishta, edhe këto në hot, ka filluar për herë të parë shkrimet e lahutës së Malësisë. Bravo. Është frymëzuar Kujtime fantastike, Adrian. Fantastike. të gjitha këta, Po, edhe një lahut. profesore. Lahuta e Po, Malësisë. edhe lahuta nuk. Nga kjo e ka marrë me sa duket edhe frymëzimin, por natyrisht edhe nga historia, nga legjendat dhe nga ndodhit e vërteta. Po. Disa Sepse edhe të vërteta, malsorët, sepse- po,
me lahut i kanë kënduar edhe dasmave, edhe mortit, edhe luftës, edhe fitoreve dhe triumfit të tyre. Në këtë lahut, pra, kjo ka qenë simboli edhe i kryeveprës Kjo ka qenë frymëzimi i Gjergj Fishtës, bravo. Një makinë shkrimi sigurisht modeste këtu. Sa do doja miq të zgjatëshim ende në reportazh për të sjellë për ju portrete fisnikët e malsorëve mikpritës dhe punëtor, atë të një familjeje që punon prej disa vjetësh në biznesin e vet familjar, një baxh fshati dhe një fremer tjetër që mbarështron fazan, pse jo? E lem të hapur mundësinë e rikthimit në Kastrat me Sant Currin. Takimi një radhës pas një jave. Tung për zonjërin për ju miq.